Ironia sa di kur është lopën thotë u çu lop, pa shkoj dal fotografi me to. Me lop jom rrit, me dhan, me lop, me pul, me. Nuk jam mësuar me jetu pa to. Mas me pas në katun mjaçi dëm jorta. Dhe shoh katun në kraj del sheher më mirë. Nuk korritet mirë kur ti vjen ai me kanë shoka më thon valla spot ai pul mja prej. Ja, prej no. Mat nai çet, pula pavarësisht momentalisht duhet me kon mbi 500. Ka gusa, shota, çura, mjellma, fazona. Pavarësisht hipim mbi 800 copa gjithsej. Mos e tha po ki qef me punu, po ki traktorin dhërat, nga ora sa dush. Mbjelli grun, misër, kunguj, fasul, lakra, Do me thonë bi 10 hektar tokë i punon. Afër 30 hektar. A tokën me lan batall. Paktën mos më ish me punu. Jepja diku se ka fermer që punoj. Tokë që ta bën bukën te kama e me lan është gjyna. Agran, këto jem në tokën tonë. Po. Kjo është traktori jot apo? Po, 2 i kam. Këta kemi ble pak ma vonë, vllaznia ma kanë ble. Mas e tha po ki qef me punu. Që po ki traktorin dhërat, nga ora sa dush, këtë që po punoj, po knasna, në vend të amin të këtam. Sa kam traktorin e vjetër, ma pusht atje. Qështu? Me qa mirë është saktësisht me bujqësi? Mbjelli grun, misër, kunguj, fasul, lakra, Do me thonë bi 10 hektar tokë i punon. Afër 30 hektar. 30 hektar, vetë? Vetun me familje natyrisht, me babën, me fëmijë, me shoqën, po, normal. Po kryesisht nora kështu me livruar me këto gjëra, ma shumë unë edhe baba natyrisht më ndihmon shumë. Bashkarisht punojmë tokat tona, kështu kem kulturat ndryshme. Apo ja vlen më mirë me bujqësi? Ja vlen. Se tek e funit nuk rrim kot, bëjmë diçka. Edhe shpenia në mal që hajnë për punës një punëtori. Feks, po. Pra është një punë fisnike që të nxit me bë. Pastaj janë rezervat e familjes, është ushqimi i trojzës tonë. Që i kemi gjitha bio, gjitha tonat, gjitha të mundit e të njerëzës tonë. Domethënë është një frekvencie kur e din çka po han në trojzën tonë të familjes, e din me çka po rrit fëmin, me çfarë ushqimesh, me çfarë gjanash. Edhe ka dhe interesin tjetër, pastaj janë subvencionet e shtetit që na përkrajnë. E ka një llogari, nuk është kur gjë pa llogari. Do me thonë, aja rekomandon dikujt që ka tokë batall edhe se punon, aja rekomandon me punu? Pa tjetër që po, është gjyna për vetë tokën që shkel me kam, me lan toka djerrina pa punë. është gjyna, të paktën mos më ish me punu, jepja dikujna, se ka fermer që punojnë, a tokën me lan batall. Vallaj, shpejta jama nuk ka me kanë toke jotja. Se jetu ja këthy shpinën vetë, e ke lën djerrin, e ke mush thera. është marrë, është turp, është gjyna. Një tokë që ta bën bukën të kama, e me lan bukën mes me marrë, do më thonë, do ndë punë, do ndë mund, do ndë sakrifice, besa po duhen në investime, gjithë shka, po, ja vlen. Se është mas pari, po më nëjë që është shnosh, aspektin njerëzor, pastaj interesat që vinë, do më thonë që gjithë shka mund është me profitu. Një gjysë me këteri tokë me punu, me mbjell, me perime, një llogaritë mirë, një pagë dikun që punon në nxerr. Do më thonë ja vlet. Po shifra s'po folëm, po ka llogari. Normal që s'po flasim me shifra, se nuk e dim as na që punojnë avërt me shifra. Jo, më ka llogari edhe... Fort matematicien nuk jem, se s'dim me bon që është llogari, po me punojmë. Edhe ja vlen, që është më rëndësishme. Qa mbon tjetër, ki edhe lop, sa kre lop i ki? Janë 6 copa lop, qumshtore, edhe kam pula, qura, gusa, shota, mjellma, fazona. E produktet e lopëve do me thoni shëtni, apo? Po, qumshtin e dërzojmë, vinë që tu të shtëpia marrin, çmimi është i mirë, është solid. Sa po shkon 1 litër për shembull? Kujtoj ofër 20 cent, do me thënë 40 cent litra e qumshtit. Djath kur bojnë porosi, po qashtu na marrin na këta qumsht grumbullusit. Po, do me thënë, është qaja formë.
E këtu e kam shtallën e shpezve, Okej. po im që tu mos i jemi ma ofër. Sa zhorëm kemë bërë, Këtu do me thonë, sa pula i ki? Pula prafërsisht momentalisht duhet me konë mbi 500, Okej. edhe ka gusa, shota, qura, mjelma, fazona, me shpes tjera, prafërsisht hipim mbi 800 copa gjithsej. Shpaz. Janë shumica, janë shpes të reja, si vjetshme, halo nuk kanë fillu kohën e vezave, më që thot, vez pak shesëm na ma tepër i përdori si pula për mish, edhe këtu gusat gjithashtu për mish. Unë e di që Kështu. ki shumë dashni për gjithë I shka du, të natyrës i edhe diskutoj çdo normalisht, kohë. po. Ka t'ka lind kjo dashni për to? Pa na jena rrit me shpez, gjithmonë kena majt shpez, kena majt shtanz, kemi pas, jem rrit me lop, jem rrit me pula, dhe me thonë, për atë arsye edhe i du, edhe ju kujdesnë, edhe më ban atraktiv, më ban Po, t'pëlqen, rekreacion, më aha. pëlqen më bërë me to. Mirë, edhe Loverdi ka, gjitha janë, dhe me thonë, pastaj është gjithmonë për nisna të trueza, i kemi të fresta gjë, si vezen, si mishin, si aton, dhe me thonë, tane janë gjona që Edhe e din qa han, e din çka hanë, pikrisht, pikrisht, edhe nuk të koritet njeri, kur ti vjen nëj mika nëj shoka, me thonë, valla s'po taj pul mja prej, ja, prej no, edhe e prej së mirë, naturisht. Bravo, sa mirë. Edhe, a dojnë kujdes shumë puna atë? Dojnë kujdes, është bon këgja vështirë me u kujdes për to, për shkak të smundjeve të ndryshme që po binë prej kamusit, kun pas edhe ka pasku edhe dame konsiderushme, para rreth 4 vite, 5, muna me thonë që mbrana një viti kun pas rreth 8.500 euro dame, po nuk jom dërzu. Asë njerë se jom dërzu, jom kujdes, kom rrit numrin prap, vitin e kalum, ma kam ndihmu dhe Ministria e Bujqësisë që kemi ndërtu këtë shtallë për rritjet shpezve të shotit, edhe tash kanë edhe ambient më të mirë, dhe kushte më të mirë, dhe ma letë më kujdes. Bravo që si një dërzu për kundër ase. sfidave. Natyrisht. Edhe kështu dohet njeri. Se sfidat gjithmonë kanë me qenë pjesë tjetër. Shumë e drejtë. Se s'pënaloj. A do në me dho dhe ju intervist. E mo. Nuk po lalon rahat, nuk po lalon. Mos na shtajnë të friksu që i na orë na. Po natyrisht i kena bezdis, na dhe këto po reagojnë tash, Ja normalisht. kina prish në atin pulave, gusave. Këto do me thonë janë vezë... Vezë të gusave. Gusës, a? Po, A është e shëndetshme kjo, për çfarë? Po dhe shëndetshme, po zakonisht tu i përdorëm, do më thonë, veç për me rrit numrin e gusave. Do thotë zakonisht tu i Nuk i qesëm. shes një as diçka. Ja, nuk i qesëm, na rritëm numrin e gusave, i qesëm një kupator, hapen zëgjtri, rritimi, qështu edhe pulave, edhe gusave, edhe qurave, do më thonë, gjithë shka ma tepër qështu. Zakonisht në pranverë ka vezë pak ma shumë, se këtu veç hinë prodhim pulat, do më thonë vezë pula mundëm i me shit ka pak, po ndërko veç të ja fillon inkubimi, hapim zëgjtri, asaj në fund vitit i shes numër të madh të pulave dhe e la veç një numër të konsiderueshëm për veti, sa menoj që muna me pas një prodhim në vezë më të mjaftueshme për me hapa pet zëgjtri një inkubim. Qëtë formë na funksionujmë thuja vazhdimësi. Edhe pretendon normal me rritë edhe punën edhe... Ta na bëhen, alo po ma pastaj, shumë, po po. normalisht qështu funksionon. Agron, cilat janë sfidat që përbollet mas shumë të ti si fermer? Se do? Po menoj, të pulat apo... Përgjithsi, jo në përgjithsi, cilat janë sfidat me cilat përbollen fermerët në Kosovë? Sfidat më të mëdha të fermerëve në Kosovë janë mungesa e plasimit në treg. Do të thotë, na nuk kena institut, as institucione, që mirët me sigurimin e produkteve tona. Edhe në vitet e 60-a, 70-a, shteti, po mënoj në atë kohë, ku shokon Jugoslavia që u konë, ka pas një garanci për punën e bujqësore. Ke pas gjithmonë ku me shit produktin tanë. Sot
është për gjunat Zotit. E pse ka ndodhur kjo? Nuk e di, plani i shtetit është i gaboshëm. Do më thonë si vjetë që në aboni në e pruni qmimin e grurit 17 cent kilo. Çfarë lloj çmimi është? Kur farë lloj çmimi është? Ajo është çmim me humbje. Do të thotë, ma llogari kemi, mi majt që ato me lanë, me këshyra, me shit në diçysh në zezën, a me bu diçka, se sa mi shit në tërsi, ku njerëz punojnë me 10 traktar grur, për me marrë një lëvërdi, 0 lëvërdi, se pak para se me muhin ku mbaja atë nara tona, me miliona tona erdhen grur pe shteteve tjera, e kryesisht për Serbie, edhe ra çmimi unë për toke. Qështu është forma ma e ligë e mundshme për me shkel një bujk mjatë se nu çmimin, mes me palës logarimi majt, as me shit, e tani ku është lëvërdia. Dhe më thonë, kjo është një diçka se si vjetë bile na ka bodo me maramense. Unë sa kom pas 6 hektar grur, i kom marrë 22.000 kila grur, hajtë shiti ka 17 cent, cila është lëvërdia e sajna. Ku është masane gjitha e punë, gjitha e mund. Nuk ka mundësi ti me mbjell me korë, me u kujdes për 1 hektar grur pa investu 700 euro për hektar. 304 euro i ki, do më thonë, subvencion për to. Edhe pelon, edhe 200-300 euro për dalë kanë subvencione që është një 4 cents për kil grunit. Nuk të bëhat 350 euro hektari. Nuk të bëhat. Sa do më shit tani? 4.000 kila grun me shit, ti ki 170-340, da me thonë nuk fiton absolut kashta. Kashta mundet me të mbet fitim për i qasajna. S'ka kur gjo, vërtet është të dëmshme. Edhe si i vetëmi se... Jo, unë jam një prej fermerëve më të vogël të kultivimit grurit, po është vërtet... Jo, për grurin, po për sfidat shtunë përgjithësi. Për gjitha sfidat është. Se nuk pijipet hapësira shteteve të tjera, me depërtu po. Edhe masanina jo, po punoni edhe kej qa i mund po ju dirë. Ta jap një shambull, për shambull në Zvicër, në kohën e kultivimit të shalqinit, që e bojnë prodhust vendor, ndalohet tregi importit. Ndalohet. Pelon, në kohën verore, kur shalqini është në frutin mas shumë të që jep, çmimi i shalqinit kushton 50, 60, 70 cent për kil, 1 euro për kil, a në momentin që të përfundon prodhimi vendor, vinë për eksportit në pik dimnit e merë me 30 cent, e merë me të përgjys çmimin. Po kjo është stimulim për bujkun, është strategji shtetërore. Shteti jonë dhëtë me ko vigilent, me rujt që do, kur është koha me shit në grurin pëse me ardhë importi. Fiks, po. Para asë një loj çmimi, se a i duhet qashtu mbështet mu, po për marrë vishë si shamull, se është po flasë për gjitha kulturat njëjtë. Dhe më thonë, në kohën, kur është koha rushit, nuk ku të zonë me në arë rështë neve për isë jashtë. E neve na vjenë, për Macedonisë. Vje për ka musit, e shkela të rahovecin që prodhon me mundë me sakrificë. Qëka do me fitu pasaj aj? Unë po flasë për qitë fenomen, që shteti duhet me konë vigilent dhe në kohën kur ne kemi kulturat ndryshme, caktume, efektive dhe jemi në treg, mos stopu ardhjet. Se qatu e kemë na interesin, që tu profitojmë diçka, që tu mbështet të fermeri. Jo në momentin, se shalqen natën e vitit 3 unë shes, normalisht që do të me propej importi. Se nësë kemi sejra për kultivimin e shalqinit. Po kur është koha e shalqinit, nuk ka nevoj me mardhë vë Macedonije. Pelon vitin e kalum, kom pas shumë kunguj. Sa pronën 60 cent ke pas market kungull, me miliona kunguj kanë hi për Macedonije. Pse me jale ju? Unë po flasë që më ka dëmtu mushik, po sa fermeri jemi që kultivojmë kungull. Dhe më thonë, në banë dame, ti si ka i herë qëllimshme. Në banë ashtu se në e vret vullnetin për punë. Shumë e drejt. Okej, po dalim pra pak jashtë? Po, dalim. Met, nej, qitë. E po kur gjonë. Do me thonë, ti
si është ushtari ushtrisë qlirimtare të Kosovës, sot merresh me kaq shumë sene. Ki blet, ki lop, ki dhi, i bën mbi 30 hektar, i punon mbi 30 hektar tokë. Ki pula, ki qura, ki gjithçka. Mendoj që këtu janë këtë ushqimi i shpirtit. Vallaj, ka njëherë disa gjana edhe pa llogari i njeri. Po vërtet bëjnë atraksion të knoqin zemrën kur i sheh tu qarkullu, tu jetu, qoftë për blete, unë po flas tash për bletë, masi jem këtu të bletet, domethënë babas babgjysh nuk e marrën mend në shtëpinë tonë pa bletë. Gjithmonë kemi pas. Në luftë kur na u kanë djeg shtëpiat, na u kanë djeg edhe bletet. Kom pa marrë 2-3 herë mas luftës bletë, po prap nuk kom rrishin, tash që më rahatu, jam mirë. Kom qëto 2-3 koshere sa për veti, me pas mjalt për veti. Edhe na i meke, na i shoke, na i kush na i vjen në herë, mes me pas në katon mja që i dëm mjalt, allojs. Lësho katon në krejt del në sheher ma mirë. Qështu? Edhe na i pul, edhe na i mjalt. Pa, ja, tana du të mi pas kapak, tana du të mi pas kapak. A dojnë kujdes këto shumë, kur është... Po dojnë kujdes, apëtin dojnë një farë kujdesi, zakonisht me trajtu për një varjo që është ai morri bletës. Shumë herë po marrin edhe verat e thata, po dojnë kujdes pak ma shumë, me ushqime, me sene. Më gjithat, nga ka bo rutin tash edhe knaqemi, edhe rrim gachum. Edhe këtu na dhojnë mjalt, kështu që e kemi një farë bashkëpunimi reciprak me to, për marak të Zotit. Unë knaqna me to. Cilën prej këtyre punëve me cilat merresh e bën ma për qefi? Nuk. A tokën e punon, a kujdesesh për blet ma për qefi, për pula, për lop, për cilën e ki pak ma të veçantë? Se di, në bujqësi nuk mëj me i dalu, me thonë, valla, që kjo po më pëlqen ma shumë si kulturë, adin ma u marrë vesh me thonë. Prandaj i kam tana. Pa lop s'moj ri heq, vërtet lop kam marak ma shumë me pas, edhe është lëvërdia me madhe, edhe qështu, është si krijes është e mirë. Është e mirë, diçka që ta njohëm kafshatën e gojës. Ta na thonë diçka, po lopa është tjetër ma vetë. Dhe më thonë pa lop, nuk po mundu me majtë edhe shumë, jena vetë mu pak, s'ka as njerëz mos, s'ki as punëtor, edhe kryesisht tani po duhet me i ban veç sa mund është me i rrethu, edhe pse është dinamike madhe, prap se prap ja dalum me shoqen, me prind, me fëmijë, me të gjithë. Mirë është, s'ka në rregull. Edhe nëse ne ki shumë për krase. Pa tjetër që po, vallaj s'kisha mujt as gjysën e gjysës me i pas pa to. Dhe më thonë, na bashkëpunojmë. Me nanën, me babën, me nusën, me fëmijë, me të gjithë. Edhe i kemi mundësi me i majt, edhe i bani pa tjetër që po. Qa i kisha thonë diçka nusës, prej qësoj vite? Nusës të me? Që ako me thonë, po që e din që e du, do me thonë që muna me a thonë prap, si tjera gjona i pa tonë s'moj me egzistu, edhin që do mos në aspektin e punës nuk e di që kisha mujt me bon diçka pa tonë. Se e kam mbështet se kryesore për gjithë veprimtarit, për gjithë punët, për gjithë gjanat, për gjitha lloj kulturës që mirëna me to, dhe më thonë e kam mbështet se para zerë, shumë herë, sa mbështesun e që është mbështet, aja mu, dhe më thonë, diçka më nxit aja, diçka nxison, edhe kështu që më vazhdimsi funksionon, rritëm, qoftë si fermer, qoftë si familjen, gjithçka në rregull. Ju e një rritë bashkë edhe e keni kriju krejt jetën e ju i bashkë. Natyrisht, me plot nësi. Dhe më thonë, asaj në ju ka bot ashtë sa te burri, sa te familja vetë që u kanë me ko, dhe më thonë, gjysme e jetës i shkoj me mua, kështu që nuk e ka pas kalaj, s'kam shko me i ban, vetë e ka zjedh. Vetë e keni gjithë njën e tjetërin? Atjetër që po, atjetër që po. Edhe shqyqyr që jeni bashkë dhe inshallah sa ma t'lumë. Inshallah Zoti i bekon gjitha qiftet e reja, me fëmijë shnosh, me dashni, me harmoni, me gjanet mira, për ditë shmeria nuk është e letë. Njeri duhet me pas shumë vullnet me i kalu sfidat. Për gjithë shka sfidohen, unë i shot ashtë të rritë, sot martohet, nesër ndahet, mas një hapet, rejqet, nuk është jetë e. Me malë pak me si të gishtin kry, këta dhe se nuk është loj shahu kjo, po është loj jete, e atëherë mos luj me jetën tonë. Nuk e kemi pas zanatë, nuk e kemi as tradit, as kulturë, as kur gjo me lutë me këso zona. Dhe me thonë, duhet me konë ma vigilent, rimia, me pas besa edhe këshillime shkollore,
që mos me I bon këto gjona me shti në kurrikula mësimore edhe këtë çështje që njerëzit me zgjedh fatin e jetës vet. Ka dale, sigurt, mençur, e mos me lujt me jetën e vet. Feks. Sa fëmijë arritet bonjak për një për një budallaki prindore. Është dam. Është tepër. Ma mirë mos me marrë qafa, mirë mos me marrë vetën, pikërisht. me zgjedh me kujdes, po mësit një, qa menon për shembull? A menon që ma mirë atëherë kur I kanë gjetë me mëseta? Mara e ka vdekë, e kosi moca në fes me shku ma nusjat e burri, s'është ma I vakt ma, tash jun 100 forma komunën njerëz mi plasu interesat e veta qoftë me rjete qoftë, me dalje fizike, a kafene, a shkolla, a biznese, a gjithë të na forma, s'ka nevoj ma mësiti, është I pa nevojshëm. Mësiti ma vesh dasht ma arë për qefsh aty me hangar një ma bet, kur të qujnë qatë fjallë nusje, se tjetër gjë nuk është ka duhet. Andaj qashtu, për ke funit ata dhe ata ka një varloj biznisi, po punujmë qashtu. Besa I krahujnë, da I rahatujnë, mirë bëllë, po unë nuk gëzoj me thonë që e kanë mirë, apo din. As mu nuk më duket shumë, se me imponim nuk shkojnë sanët. Po dishta me ta bë dhe një pyetje, cili mendon që është sekreti I një marteset suksesshme? Edhe qa po mendon që po gabojnë rinia sot, që po ka kaq shumë divorce? Jo veç rinia, po pse po ka kaq shumë divorce? Njëherë thoma sekretin e martesës. Ka humbë serioziteti. Okej. Ka humbë serioziteti. Si nuk është njeri serioz, kur gjë nuk ecë. E as martesa. Serioziteti duhet me konë vend. E ki serioz, vazhdo serioz, krye punën me seriozitet deri në fund. Jo nesër me minru bigat që thujmë na me u luhat para çdo ere. Deri në fund. Sidomos kur vërtet çifti ka nevojë për njëri tjetrin. Qoftë burri për gru apo gruaja për burr. Nuk I kthehet shpina në ato momente. Po duhesh me kon mbështets. Edhe në kurrizim ato do të bëhet pyetja. A je në gjendje me këshyr shoqën edhe kur aja s'është e gatshme për me mbjetu vet. Po njëjtë si bën atë shoqë, domethënë edhe në kushtet liga, edhe kur është smundja, edhe kur është gëzimi, edhe hidhrimi, krejt bashk, përse ta është bashkëshortësi. Edhe duhet me përkufizu këtë fjalë me vullnet, edhe me nejt serios deri në fund. Edhe me komuniku sa ma shumë. Shumë e drejtë. Edhe me myt monotonin. Se si t'janë çdo ditë njëjt, nuk shkon as martesa. Kështu që me dal pak ma shumë, po dhe mja përzi qështu si unë, da me lupe, do me pula, dhe mos ka mundësi mu më. S'ka mundësi mu monotoni. Ja. Na mu lullë mu, në ma monoton mu boj, ja. A mu lullë po, ja del diçka, po. Pa të vetë heq. Po divorca, Agrom, se po menen që po ndodhin ka të shumë. Divorca ndarjet edhe... Pra, për thash, se të krijohen xhelozi, krijohen gjana që nuk janë serioz. Këtë është mungesë serioziteti, nuk e ka serioz. Nuk po rritum një gjenerat serioze. Si sërrisht që gjenerat serioze, ai nuk është ma personi serioz. Edhe dalin gjanat jo serioze, si shpondot, ndarja, divorcet, ma shumë divorce se martesa. E bën das me 20-30 mijë, një javë nuk I shkon ndahet, e ka bërë dëm gjithë familjes, babës, nanës, vllaut, gjithë kujna, domethënë nuk... Përgjithësi nuk I marrëm sanet serioze. Jo, nuk I marrëm sanet serioze. As punën nuk I marrim serioze. As I gjon serioze se marrëm. Lema, sanet... Prandaj ndodhin këtu, edhe është për keqardhje, është për gjuna. Edhe ma gjuna për fëmijët bonjak që po rriten, po lanë fëmijë, mungesë. Njonit prindar, herë, edhe 2 prinde, herë, masa ma keq. Halo ma zër ka një herë është kur ka non-stop debate, kur ka non-stop kësi gjonat që janë edhe fëmija rritet me qato. Na po vazhdojnë pak edhe të pjesë të tjera. Ani, shkojmë ka dush. Agron ti përveç këtyre punëve tjera, merresh edhe ki edhe pemë. Po. Kryesisht qa ki edhe si vjetë po shihet që... Si vjetë I ka vra, ka para borë me 24 maj edhe I kanë zonë lull, I ka dëmtu gjithë ta pëmt. Janë 1200 trupa mollë që si vjetë ishtë dasht me dhonë një rendiment të mirë, s'ka nas një. Që atje peshon një, morë është me morë, s'ka molla. Të thot as kumull, as mollë,
as qërshi si vjetë kemi qenë mungesë pemëve maksimalisht. Vërtet i ka dëmtu shumë. Po me që thot, pemë kemi edhe kujdesemi për to. Ja, më në zotit po, kësmet. Edhe po më vjen mirë që i ka që optimist për gjithë shka. Edhe për kundër krejt sfidave prape gjoni të mirë në gjdo të keqa. Dohet me kuptu se nuk është, kjo është e natyres. Fix. Mundet me ndodh, prishet, domtohet, më kujdes për vitin tjetër. Ndoshta edhe vitin tjetër prap i domton, po dikur pa bon, nuk kem çka me bon, nuk mundum. Me zor nuk mundu me bon, me zor nuk mundu me bon, po kujdesin duhet me bon. Shumë mirë që kjo mënyra që shtesha jetën, se në gjithë shka e kom vrejt që në gjithë shka e kini të mirë. E gjeni të mirë edhe që shtu do të. Se gjithë shka ndodhë për një arsye, bre. Se si vjet i ka prek bora, e mrazje, i ka prish pam, tash me i prej pam të nda. Jo, mare, nuk bëhet. Do të më kujdes, me prit për vitin tjetër, jo. Ai qef kum pas me kon këtu plot mulla, po s'jan, s'kam qa me bon. Vitin tjetër bojnë kësmet. Fix. Qashto. Na po vazhdojna edhe në pjesë të tjera. Unë e përshoj që ki edhe mjellma, po mjellma të se i mbon? Po ma tepër për dekor edhe e kanë atë manan e vete, ke një atë fjallën e dashuria mjellmave që thuhet. Edhe vërtet është ashtu se nëse njoni prej qiftit hec për kësaj botë ose e pret ose bon diçka dhe tjetri nuk jeton gatë. Nuk mundën me jetu pa njoni tjetrin. Edhe e mbon si simbol dashnis. Pa normal. Edhe nusën pëdojshë shumë, kështu që... Po në tjetujnë edhe këto edhe na ma mirë. Okej, hajde po vazhdojmë në atë lopë. Dishta me të pyt pak ma shumë, se folje me shumë dashni për tu. Hej! Qëso ku i ki këtu? Për i si jëm le, për i si jëm bo me ditë gjonë. Diçka, do me thonë, unë me lop jëm rritë. Me dhenë, me lop, me pull, me shtu në katorin tjetër gjonë s'kem shabojmë. Edhe prej atër të ka fillu që kje dashnia për tu? Normal. He. Se s'po m'nje po m'duket. E so dojnë kujdes lopt kështu në përgjithsi edhe... Dojnë kohën e ushqimit, dojnë kohën e me lëshuet, me i mjele, do me thonë se cili gjanë shkon me kujdes. Nuk mund është pa kujdes me mi majtë. Tu kanë punë për ditë. Po, fix. Çdo kohë. Do me thonë jo... Po mi, shtyr. Do me thonë hala, po shkaj që atje unë në pushim, a dikun, a e... Kjo s'ka gojle se është, do me thonë dhe gjdo herë me kanë afer tyne për kujdes për gjithë shka. Kur e ke kuptu që s'mon është pa me jetu pa kafsh? Nuk e mësu me jetu pa to. Hiç si e mësu, se ke provu me jetu pa to? Se di pak në ashtë një kohë, kur kena pa met, fill pas luftës s'na pështaj kur gjo. Dhe sa kem fillu me i bon. Se gjithmonë e jetë, do me thonë, kemi pas lop, kemi pas pula, jemi rrit me to. Nëse mojnë men pa to. Prej që e mon men vetën edhe jetën, do me thonë. Po qa po menon rinia sot, a ka dëshirë më kujdes? Rinia sot jenë dollë ma shumë, kur ashe lupën dhe të që lupë, pa shkoj del fotografi me ta. Do me thonë, qa që është munges e tyne.